Zbulohet misteri qenit blu në centralin bërthamor të Çernobilit. Një ekspert ukrainas si ka dhënë fund spekulimeve rreth një video që tregon një qen blu që endet në zonën e kontaminuar të katastrofës bërthamore të Çernobilit në Ukrainën Veriore. Ky është absurditet, tha Serhii Kireu gazetarëve në Çernobil. Kireu, i cili drejtonte kompaninë shtetërore përgjegjëse për monitorimin e zonës Eco Center, konfirmoi se nuk ka qen blu në Ukrainën Veriore. Qent janë sterilizuar për të frenuar shumimin e tyre. Ngjyra blu tregon se cilat kafshë janë nënshtruar procedurës, shpjegoi ai. Ngjyra është e padëmshme për këta qen. Pamjet e disa qenve blu kishin qarkulluar gjerësisht në mediat ndërkombëtare, duke nxitur spekulime rreth efekteve të kontaminimit radioaktiv të zonës. Shpërthimi i një reaktori bërthamor në termocentralin e Çernobilit në Ish-Bashkimin Sovjetik në prill të vitit 1986 konsiderohet katastrofa më serioze në historinë e përdorimit civil të energjisë bërthamore.